Kryetari i LDK-s, Lumira Digjiku, ka reaguar ndaj sulmeve ndaj Besian Mustafës, duke i quajtur ato të porositura dhe mercenare. Ai theksoi se LDK nuk ndikohet nga tituj portalesh apo opinione të paguara dhe se forca e saj qëndronte uniteti dhe antarësia. Digjiku shpreh se partia do të përgjigjet me punë, program dhe besim te qytetari, duke mbështetur Besian Mustafën si përfaqësues të së ardhmes së LDK-s. Në vim, postimi i tij plot: "Çmi ke trazuar mercenarët o Besian?" Besiani, një politikan shembullor e LDK megjithatë, nuk ka frikë nga zhurmat as nga sulmet e paguara. LDK nuk matet me tituj portalesh, mercenarizmi e as me opinione të porositura. Nuk i fusin thonjë dot tek antarësia e LDK-s. Nuk po ju dëgjojnë, nuk po ju llogarisin. I keni partitë tuaja, mbajeni duhmën e pazareve mes tyre. Ka kush merret me LDK-n veç ju dhe partitë tuaja, kur jo. Kjo është pjeka antarësinë që e do pa kushte, që e mbron në për ditë të vështira, në për sulme, në për zhvënjime. Sa herë që LDK është sulmuar, ka qenë sepse ka qenë e fortë nga brenda, dhe kjo i bën nervoz, sepse uniteti ynë, në të mirë e vështirë, sidomos në të vështirë, është pengesë fatale për pazare, për pushtet të lehtë dhe për interesa primitive. Sulmet nuk na dobësojnë, na bëjnë më të qartë pse jemi këtu. Ne nuk do të përgjigjemi me mlef, do të përgjigjemi me punë, me program, me besim, te shteti dhe te qytetari, me njerëz të së ardhmes. Mu sikurse Besiani, kjo është përgjigja jonë, qetë, drejtë dhe përpara. Trazimet le të vazhdojnë, hapur madje, le t'i ballafaqojnë mercenarët dhe parat që i aktivizojnë kundër njerëzve më të mirë të lidhjes, sikurse Besian Mustafa.